Madje ata po kërkojnë edhe nënshkrimin e qytetarëve për të kuptuar se e kanë mbështetjen për t'ju futur gare. Se a do të bëhet kjo e mundër dhe çka po ndodh me situatën politike, fushata tashmë ka nisur, gjithçka do të diskutojmë me natyrën. Natyra, mirë se vjen. Mirë se gjetoj. Mirë se erdhe natyra. Natyrisht, është një fushat, do të se po e themi vazhdimisht që zyrtarisht ende, por secila parti realisht po i bën ato matematikat, është në studio televizive duke deklaruar edhe realisht me një shpresë që do të kenë një lloj suksesi në këto zgjedhje, si po e sheh këtë fillim. Po, PSD-ja tashmë ka vendosur që me marrë pjesë në këto zgjedhje nacionale. Peticioni ishte kusht i KQZ-s në mënyrë që mu certifiku. I mlodhen për 2 ditë 1200 nënshkrime, bisedu me qytetarën shesh. Për mu ishte jashtëzakonshme edhe për PSD-n, pritja e njerëzve në shesh, mënyra që është komunikonin, që është e vlerësojshin, mënyrën që është e bojmë opozitën edhe nevojën që e shifshin për një opozit në vend. Që do të ishme konkretisht, por natyrisht, çka u bisedua? Përveç se i mlodhem në nënshkrimet shumë shkurt për 2 ditë, e te i kaluam atë minimumin, atë fix shumën e 1000 nënshkrimeve që i kërkon KQZ-ja. I ka kërku 1000 nënshkrime, Po na i mlodhem pak ma shumë në mënyrë që me pas siguri për na i gabim eventual nëse dikush ka. Se këtë kemi mi fut në sistemin edhe mi dërgu. Qytetarët ishin tejet, si temi me të revoltum një farforme me situatën e kryume. Nuk e kishe mo atë frymen që ka qenë, që ose janë me pushtetin ose me opozitën. Njerëzit kanë kuptu që qysh pushtetin Kosovë është një pushtet që nuk ka bo për njerëz, që është pushtet autoritar, problematik, në kretë qasjen e vetë, e kanë kuptu që e kemë edhe një opozit të imase të ratume në pozicionin e vetë, të imase të fjetun edhe që ka nevoj për opozitarizëm të vërtet. Edhe për këta ishim shumë pat njerëz subjekteve të ndryshme, jo vëshim për shtetës PSD-s, kish njerëz PDK-s, vetëvendosis. Pra votues të subjekteve të tjera politike. Që kanë me votu vetëvendosin PDK-n, ata nuk ishin kretë në bështetës PSD-s, mirë po që e vlerësojshin shumë që PSD-ja po garan edhe që ka nevoj për PSD-n kuvend. Kështu që për mu ke një energji e re që e mora, jo sepse nuk besoj në ato bindjet e mia, po është mirë kur edhe shet që ma në fund po kapitalizohet gjithçka që ke thone ke bo për 6 vjetë. Sepse na kemi dalë një pjesë për vetëvendosis të tregu që shkurti është autoritar, që shkurti është i rrezikshëm për demokracinë, që shkurti nuk ka me zhvillu ekonominë e vendit, s'ka me marrë marrësim. Kur keni dalë në këtë konkluzion? Shka ju ka shty? Përbes na kemi dalë kur kush nuk e ka ditë, edhe kemi dalë në momentin ma të keq, në kuptimin elektoral, qka i bjen. Kur kemi dalë, na e kemi ditë që kus kemi me mujtë me a spjegu qka i bjen një pushtet autoritari kurt. Ja kemi nisë me folë për populizmin edhe autoritarizmin, po ka qenë pa kur farë letemi ndikimi afat shkurt, edhe këto e ka ditë PSD-ja dhe se cili që sot jemi në PSD. Do më thënë, kemi ditë që po dalim momentin kur kurti fitoj 27% edhe po denë sondaje që ka me fitu shumë ma shumë. Kështu që ka qenë investim politik i gjatë, ky rrugtimi PSD-s, sepse s'ka me pushtetë autoritare nuk ka rrugë të shkurt, po punojnë fort që në këto zgjedhje me kalu pragun, edhe këshim pas qef ma shumë se sa me kalu pragun, mirë po për neve është rëndësishme m'ju tregu njerëzve që qasht deputet të PSD-s në kuvend, janë ma të zëshëm, janë ma aktiv, janë ma proaktiv se sa 43 që i kem në opozit, e që shumica për tyne nuk kanë folë asë një herë, asë në këtë mandat, asë mandatin e kalum. Patë sot një deklarat nga Kurti që tha, po shkojmë në zgjedhje jo për diçka të re, por thjesht për të konfirmuar edhe njëra, atë që vetëvendosja e ka nga njerëzit. Si e sheh këtë? Realisht edhe dëgjohet, nga ajo që dëgjohet, Kurti shkon me një besim të madh që do të ketë vetëm një rikonfirmim të rezultateve nga njerëzit. Po, Kurti lujti me 2 karta në këtë parafushat, ose le të themi prej momenti që ka dalë rezultati zgjedhor. Kurti ka thonë, ka me shku në zgjedhje edhe 1 herë, edhe 2 herë, edhe 3 herë, kur formu qeveria, tha qeverin, para si mu formu, qeverin do ta formojnë, por për presidentin do të shkojnë prapë në zgjedhje. Edhe problemi ke që kjo opozit parlamentare formale i shkojnë takime edhe ja plotësoj Kurtit shpjegimin që a i dashti me pas. Kurti tha, unë përdu presidentin. Opozita i tha, jo, ne përdojmë.
ky ja ofroi edhe këta hynën në lojën e tij. Sot jemi në pozicionin që Kurti ja dha presidentin, po opozita nuk e deshte. Pra, ne kemi qenë pri fillimit si PSD, që me një autoritar nuk ndohet pushtetje, me një autoritar nuk ndohet as pozicioni presidentit, sepse ai ose ka me ta zgjedh dikon që është komplet i nënshtruar ndaj tij, ose ka me të përdorur për lojë politike, ka mu bokësh për ta jep edhe ti në fund nuk mundesh mu tërheq. Pra, nëse ju do të jeshit në një pozitë opozit në këtë moment, ju nuk do të shkonit në takime për president? Kjo du t'jetë e qartë asnjëherë, asnjë lloj bashkëpunimi me një pushtet autoritar nuk ka kuptim se na e pam çka i boni opozitës. Kjo opozit, nëse ka pas për një që pedon presidentin, pse u tërhoq momentin e fundit. Problemi është që nuk mundesh me hytin lojë me Kurtin, tu shpresu që Kurti nuk ta jep ato që për kërkon, e ti del mirë elektoralisht. Sepse qa boni kryeministri? Kryeministri në këtë rast ju tha që hajde, pedoni presidentin neutral, ose pedoni t'juvin, propozoni, na ja u votojnë. Edhe këta, me dëshiren që Kurti nuk e propozon, këta janë hinë këtë lojën tërhek. Qyshe pa të mbo me Dimal Bashën? Nuk e dojmë Albulena Agjeun përfundun të edhe votu Dimal Bashën. Qa po du me thonë, edhe qa po dëmë PSD-ja me të reguar që nuk ka lidhje emri përveçën. Ajda është Amiri, ka rëndësi personin që zgjedh Kurti kush është aj. Aj ka mi shërby ati, nuk ka kuptim me hy negociata ose me dalim fushata dhe me të regu që s'ki vijat kushe për Kurtin. Pse s'ka kuptim? Se nuk mundesh njëjtën kohë me besu edhe me thonë që është rrezik për demokracinë, është autoritar edhe njëjtën kohë me shpresu që ki me dalë subjekti dytë, me luftu për subjektin e dytë në njërë që me shku në bashkëpunim me Kurtin. Dej sot, nuk kemi asnjë subjekt prej Vjosës e tutje të cilët kanë deklaru që kemi vijat kuqe me Kurtin. Kjo i bjen që ti nuk je opozit, po ti jetu këshyrë që shmenda dhe pak pushtet, se jem sun pushtet. E kjo Kosovës i bëndëm në fat gjatë. Natyra, një kritika që po bëhet shumë për PSD në këto paraqitjet e juaja është fakti se ndoshta po merreni më shumë me opozitën se sa me pushtetin, a? Ta sharojmë një herë mirë, cili është plani? Pse pikërisht i keni kritikat më të mëdha ndaj opozitës? Po, ajda, besoj që secili person në Kosovë që e ka përcjell politikën e ka tashmë të qartë çka besojmë edhe çka mendojmë për lëvizjen vetëvendosje dhe Kurtin. Nuk ka person i vetëm në Kosovë që mendon që PSD-ja mundet me qenë pro politika të Kurtit ose me mendu që Kurti duhet me qëndru në pushtet. Kërkosh në Kosovë këtë sen, nuk e dyshon mu. Mirë po, që ka PSD-ja, ka mujtë mu kesh kuptu të kënjerës të është që PSD-ja ku i shërben opozitës. Edhe na kemi marë pa fund mbështetje, fjallësh, prej opozitës, përderi sa ata kanë menu që pju shërbejmë atyne. Na nuk i shërbejmë kurkut. Na nuk jemi me këtë opozit. Pse? Sepse 6 vjetë dit, ju kemi thonë që nuk ka lidhja është me Emlia Bedri Hamza, me këtë qasje që e keni, me këtë qasje që e keni, me këtë diskurs që e keni, me këtë dëmbeli që e keni, Kurti ka me të najtë gatën pushtet. Edhe na kemi vendos me dalë troq para njerëzve, edhe me të regu që kjo opozit, që të Kurt, ta lën gjatën pushtet. Që kjo opozit, që të pushtet veç e rritë edhe ushqen. Daljen edhe flasin për 16 të Kurtit, se po mbjen me përsërit, në ndërkohë që kryetari komunës LDK-s i kanë 5 milion në bankë. Daljen e flasin, që vetëvendosja është e korruptuar dhe thonë, as ju s'ko ki ma mirë se na. S'kan kredo morale. Se cili, lider i partive opozitare, ka biznese pe që ka hyrë në politikë. Tash nëse ti po do mu marë... Tash kjo opozit nëse nuk folë edhe për to, qka me bo? Jo, letë folë, Amir, letë folë, për nuk jonë ka folin sa duhet se s'po munden, sepse vete kanë zgjedh një rrugë e cila është për mu pasunun politik, e cila është për rahatin politik. Unë i pava deklarimet e pasunis, nuk po du mu nalte antikorupcioni, sepse këto e thash veç për me shpjegu pak, pse që kjo opozit nuk mundet me bo atë sa dënë. Sepse sa herë ka folë, ma shumë ka thonë edhe ju po vjedhë që se na, se sa që ka thonë na kemi e përsi morale dhe na kemi me bo opozitën këtë vend. Shtu që neve për na vyrë njerës që janë vetë më husë në politikë, që janë himë politikë për me e jap vetën në politikë. Se pasaj përbje që janë interesat personale, pse ti ki më shumë, ne kemi më pak jutë më të korruptuara, çështja është se si ta luftojnë korrupsionin, se jo kush ka më shumë. Edhe një gjë tjetër... Për vetë se ajda kush ka më shumë e kush ka më pak, për pozicionit kër i ki se një person që
folë për Kurtin, që shka kesh menagju, e pash videon e Urani Ismailit nuk mujta para agu. Tha ka kesh menagju Kurtin punë të përdeqme, ka dështu pobre, ka dështu Kurtin punë të përdeqme. Ama veç për logun ka pas me na hek për DK-ja për Prishtine, 5 vjetë koalicion me LDK me kompanin pastrime, e na kanë mbulu bërlogun se cilën rrugit së Prishtines nuk e di, a dalin kom në i herë ata në për Prishtinë me pa që shë gjendja. Në ndërkohë që dalin folin për Albin Kurtin, ka një herë, te për rol, i ka krejt në ashta 3 postime për që në kryes zgjedhjet lokale. Me 3 postime, deputet, kryetar i degës në Prishtinë, krejt atë fuqi elektorale që e ki, edhe nuk bon kur gjo, për deri sa atje në zanë hapësirën opozitar, po nuk bon kur gjo, PSD-ja nuk ka qka tjetër, për vetë se me thonë jo, kjo opozit nuk e rëzon Kurtin. PSD-ja duhet me qenë kuvend, PSD-ja duhet me qenë. E mbanë gjatë Kurtin në kryen, në shtet. Për sa ko PSD-ja mund të rëzoj Kurtin? Të kishim qenë edhe na si kur janë subjektet LDK, PDK që kanë elektorat trashegu, edhe që kishim trashegu qoftë deg, qoftë kishim pas, si themi, elektorat tashmë, bazë, të ndërtum, PSD-ja besoj që kish pas rrugën tepër të shkurt, shumë atë shkurt për mu kuptu. Mirë po ndër arsye që e vlerësojmë që është pse PSD-ja nuk ka mujt me e korë rezultatin e shpejt, është sepse në s'ka pas hapësirë për deri sa pushteti Kurtit ka qenë në rritje, na kemi qenë si me them, antitoditi, e kundërta e ti. Një grup që i ka Një dojnë grup kundër, politik që ka dojnë për vetëvendosjes. Se paka shumë ashtu konsideruat. Në kohën kur vetëvendosja ka qenë në kulmin e saj, normalisht që s'mundet me pas shpejt sukses. Mirë po, unë besoj, edhe PSD-ja beson, që një për arsyeve është edhe shpjegimi që jep njerëzve. Përderi në fushata zgjedhore, në studje televizive, në për këtë hapësirën, kuvend, shpjegimi opozitës është kjo është me Serbin, kjo është hajnë, kjo është shpion. Kjo ty ta merë këtë hapësirë me mujt, me bo shpjegimin, që njerës nashtë ta pritojnë pak me ndëgju se shpjegimi PSD-s për Kurtin kur nuk o konë rrugë shkurt. Kur së konë kjo shtratar, kjo me Serbi, kur, heq, asë për kërkan. Na kemi folë që Shkurti është autoritar, e autoritarizmi këqyrë me kapë se cilën pore qytetit. Ta shpeshojmë që apo ndodhë. PSD-ja qka ka thonë, para 6 vjetëve është sot duhe realizu. Ligji për byron shtetëror, Këshilli prokurorial u kap, për me zgjedh krye prokurorin. Presidenti veç për ushtruese detyres për 1 muaj i boni krejt këto. Shumë procese. Shumë procese. Komisioni pavarur i medjave. Do me thonë e ka zgjedh përsëri për 3 ajetin krye, nëse s'pe gaboj emrin, në krye të AKI-s. Na e dim çfarë skandali ka me këtë person. AKI-ja e ka dhe këta në shërbën vetin. Na kemi të regu që Kurti, na fa gjatë kam i bo këto, nuk kemi thonë që Kurti është me Serbin, nuk kemi thonë që i shërben Kurti është shpion nëse kjo tjetra. Mirë po këto a kanë bo njerës që kanë pesh politike në Kosovë. Këto a kanë bo njerës që kanë pesh politike edhe pak e kanë zhvlerësu kritikën e vetë, sepse kur kush nuk beson atë sen, po në anën tjetër, ma shumë ka dhejze ka funksionu qajane për studio televizive, edhe prej moment kanë thonë Kurti u kry ra. Veç si PSD kemi thonë jo nuk u kry, jo nuk ra, edhe nëse bjen për 10 deputet, rreziku është që aty, ideja e ti që ndronë që aty. Her ma pak, her ma shumë, nuk kemi të mri me elkund që ata edhe na kanë thonë pëkini qefju që kësë po bjen. Do më thonë, gjithë shka o shpjegu si pas dëshirës momentit, mi fitu opozita zgjedhjet, edhe shpesh me agenda analist në studio televizive, ka njëherë dhe prej qefit, kanë thonë ti shuj, ti mos fal, ty nuk të ftojmë në këto zgjedhje, sepse këtë herë po fiton LDK-ja se është lumiri, këtë herë po fiton Bedreu se nuk është momenti. Jo, pra ne po ja japim hapësirën, edhe PSD-s, edhe sot, edhe ka qenë moli edhe po. A dhe është fjala që po japim hapësirë që të shumë që shka zgjedhjeve dhe të fushatat, që ata kanë pas drejt para zgjedhjeve s'kan pas drejt, po përmendojnë kohë zgjedhjes kemi qenë pjesëmarrës, ka qenë okej që s'na kanë ftu, mirë po edhe kur na kanë ftu nuk ka qenë rregull që s'kanë lënë me folë, sepse i kanë pas agjendat e tyre edhe është kjo diçka të cilën
në fakt du të me majtë përgjësi edhe Keni folë, edhe njerës. Keni qenë të zëshëm. Kemi qenë të zëshëm, na jemi mundu me aksione, kur nuk kemi qenë studje, jemi mundu me aksione dhe në terren. Po në fakt, nga ju, kam përshtypjen që pritet kjo më shumë në terrena, nëse po e kritikojmë këtë opozit, që vetëm në studio televizive, besoj ju e keni një plan për këtë. Në terren, deshte s'deshte, kur ki deputet, protesta është gjithmonë, edhe kur ki, bile kur ki në kuvend deputet, protesta është shumë a letë më organizu, edhe është i ki njerës që dalim për ty. Kështu që për protesta jemi gjithmonë për, sa i përket aksioneve, nuk i kemi ndalë edhe kemi qenë gjithmonë aty, sepse ka qenë edhe mënyra që shme mujtë me komuniku me qytetarë. Ti nuk jenë kuvend për me mujtë me marë fjallën, sa kishim mujtë me marë si PSD. Në kuvend, na nuk e kishim lonë plot ligje problematike me kalu. Vesh nëse ishtë dashme në angrej zhag. Ata nuk kënë qu as 2-3 herë me full, as, do më thonë 43 deputet të opozitet, as ka një herë nuk e kanë marë fjallin që kanë drejt me marë. Ndërko këta të vendosi se kanë marë ka 2-3 herë fjallin. Edhe për shta po flasim, do më thonë, nëse kur gjo tjetër s'po dënë me bo, a mund është me folë në kuvend, edhe me problematizu edhe me mbritë se cilë qytetar që ka u ka ndodhë. Ta është na po presim rezultate në ndërko që nuk i kemi vedisu njerë, si kemi mobilizu, si opozit po foli parlamentare, sepse PSD me ato që po mundet, po bënë. Po, kur jemi tek opozita, në këto tavolina me smis, shoftë dhe qytetarë kur i dëgjojmë, gjithmonë është ajo që nuk ka një opozit që i përball lëvizjen vetëvendosje me fakte. Gjithmonë janë këto deklarimet publike për mes rrjeteve sociale. Ajo që kërkohet për qytetarëve është nëse ekonomia është keq, të ketë fakte, nëse arsimi është keq, të ketë fakte, nëse shëndetësia ka, të themi shtëpritje gjata, të shkojnë, gjirojnë, të publikojnë ato dhe qytetarët ta kuptojnë me të vërtetë se diçka keq po ndodha, a premton PSD-ja që do të veprojë ashtu? Ajda kjo fushat, me thonë drejten, edhe çka i bën opozit vendit, nuk jenë veç faktet konkrete të cilët njerëz i shohin sa shkojnë në për institucione, në shkolla, në shëndetësi, në komunë, gjithkon, edhe i shohin. Problemi këto është që çka po ndërton ti si opozit. Nuk mund është me thonë Kurti është i keq, edhe Kurti është i rrezikshëm, edhe me thonë që unë nuk e votoj presidentin pa pas marrëveshje politike klasike. Nuk mund është me lyp me hinë qeveri me dikan që ti beson që është rrezik. Unë e fushatën dhe qanë e kom orientu konkretisht me problemet qytetarve. E ka bu edhe besa në Prishtinë. Dhe janë përqafu shumë të dyja, pavarësisht që ndoshta s'kan arrit me marrë atë votën e gjithë qytetarve, për krahje ka pas. Ashtu është. Prishtinë kemi shku një mujdet në përkrejt spitalet që KMF-t, kemi marrë pamje, foto, video, kemi bu aksione. Kemi shku të Ministria Shëndetësisë disa herë. Kemi bu të Këshilli Prokurorial aksione. A kam rri kjo normalisht me shku në vesht të qytetarve, për kohë të shkurt jo. A mundemi me bo shumë a shumë, krejt opozita bashk, kjo është që ajo që a njerës për e kërkojnë. A jeni të gashëm për me bashkëpunu me opozitën, me pas një bashkëpunim shumë të fort? 6 vjetë Ameri kemi lutë, 6 vjetë i kemi lutë dhe kanë thonë na e dim që shja bojmë, ambasada e rëzën, kër i këta ku lider të opozitarë, jo e rëzojnë ambasadat, jo kjo e rëzën vetën se që sa keq po qeverisë, jo veç për mon diaspora se kjo nuk fiton, dhe më thonë kam pas shef me besu, jo unë e qaj Norvegji që shto tu të regu konstruktiv, a qaj konstruktivitet në fundit kër ke fol ka dalë pak jo për nashojnë, jo s'po mundë më bosi ata e pak si në rahati personale, pak si të u rritë gjiro logarit e ty nëse jenë konë nëzant me pun tjera. Dhe më thonë kam besu që kur ti shkon të shpia vetë se njërës pishojnë gabimet, jo, njërës pishojnë 2 gjana. Peshojnë një kurt, i cili o qëtë do ndima financiare, i ka rritë do pensione, e kam rri me hy në zemrën e qytetarëve edhe një opozit, e cila vish pja u kujton të kalumen. Vish pja u kujton të kalumen. Për këta na jemi opcioni të rritë, për këta na jemi që ajo opozita që qytetari po e kërkon. Edhe unë e besoj që elektorati opozitar, që ka kom taku në për teren këtu ku, në ka rohë bukur shumë me najtë me njerës, ata janë ma radikal se partitë e ty në opozitare. Ata janë ma të zëshëm, ma të irritu me që shjetojnë, e që ka përjetojnë për këti pushteti që ka këtë qeveris për vetë se e ka riziku demokracinë e kjo vërjet ma vonë, ata janë ma të zëshëm se PDK-ja, LDK-ja, OK-ja. Për këto, po thëmë,
ka hapësirë për opozitarizëm, ka hapësirë për opozitarizëm mas pare në diskurs, që shti shprehësh, që shti e qëtë vije në kuqe dhe definon që nuk bashkëpunon, edhe nuk e ndonë pushtetin me dikon, që i ka bo kretë të sene, edhe pastaj normalisht du të qenë edhe në teren mi shfaq problematikat, që edhe njerës me po që nuk janë vishën Prishtinë, po janë edhe në komuna tjera. Fiks kjo. Në anën tjetër natyra një deklarat e dikuj që dikur ishte në lëvizjen vetëvendosje, pikërisht hakea bazës për një dhomë propaganduese brenda VV-s. Ju keni qenë vetë pjesë e VV-s, sa qëndrojnë këto, sa ka qëllime të tilla ose sa mund t'jenë të vërteta? Une vetëvendosje si kom një në përzgjedhjen Deçan, në pi 2014-ës, në Prishtinë nuk më karo ajda me tonë drejten. Në 2017 një më zgjedha asambliste dhe me njëherë kom dojnë PSD. Kështu që qa di unë dhe qa ndëgjova Florinin edhe ma ndejet diskutum, ajo dhoma ka qenë zyre për media, ku shkruajnë, komentojnë, po në basë shpjegimit që e mora dhe të diskutu më tjerë, ajo ka qenë një zyre e cila, ato që e ka thonë Kurti, një farforme e kanë ripërtyp edhe qitë edhe njëherë mesajet e shkurta, nuk e di a e ke përjetu, po kjo që ka kanë bo aktivistët politikë në vetëvendosje ka qenë nëse Kurti ka thonë diçka, ata krejtë e kanë marrë qatë paragrafët dhe kanë postu në rjetës sociale, e mandej me së cëllën që ke folë ka pas përgjigje në njëjtë. Ose komenti i njëjtë, kur kemi dojë për vetëvendosjes në 2018, një koment i njëjtë më ka bo për 500 vete. Po kjo e bje që ka që mënyrë organizuar. Unë e besoj që aktivistët politikë të vetëvendosjes kanë shkep mesazh të cilën njerëz automatikisht e kanë marrë dhe kanë kjo funksionon kudo, kështu me thonë drejten. Linqimi është linqimi që Kurti e ka bo. Ata vish e kanë si themi, përhap mesazhin. Mund të funksionoj kudo natyrë, vetëm se Kurti për të është kritikuar që edhe vetëvendosja. Po, ta është me thonë që kudo dhe në Shqipni edhe kudo, ki aktivista në zyre që shkrujnë statuse dhe bojnë propagandë, le themi. Na nuk kem, po foli partit të mëdha, ka njerës të punësume në zyre, që ka ndodhë është linqimi ka orë penalt. Kurti është taj që ka thoni i krastita, ju thash rënje po shkojmë. Kurti është taj që se cilin që ka dalë për vetëvendosjes, e ka talë publikisht edhe ata qatë mesajvi që kanë përhop. Dishka tjetër nuk di, me tonë drejten, hakia nëse i din është ma mirë me ndodhe detajet. Natyrisht që nuk mund të mos marrim një opinion edhe për Vjosa Osmanin. Vjosa Osmanin që po e vazhdojnë fushatën, lajmi sot ishte që edhe Jeta Statovci i është bashkuar, ndërkohë Kurti sot ka pas një deklaratë edhe për të, është pyetur për këtë bashkimin e LDK-s dhe Osmanit dhe po thoshte që realisht njerëzit kanë dëshira, por që nuk mund t'i fshehin faktet. Si e sheh realisht hyrjen e Vjosa Osmanit në këtë proces tani më në këto zgjedhje të 7 qershorit, ndikimin e saj dhe a mendon që mbase Vjosa Osmani mund të jetë kjo opozita që po e kritikoni ju? Shumë kisha dashur na mirë përbes, po as ofër nuk është Vjosa me bo opozit. Ja nisim prej aty ku filloi, si themi, ndarja Kurti Vjos, është në momentin që Kurti ja boni të qartë që Vjosa nuk është më presidente. Edhe Vjosa tha, unë edhe datën e zgjedhjeve ja caktova, ai mu më tha që e kom presidentja ma e mirë najherë, mirë për çka i bona që unë dam, se më boni presidente, njëjtën kohë e shfrytëzoj rastin me thonë që është i rrezikshëm. A mirë për mu një presidente që e vlerëson edhe cilëson si të rrezikshëm një kryeministër, edhe ka vendosur me unda veç në momentin kur ju ka rreziku karrikja e presidentes, për mu që to prishet loja. Për mu që to është momenti kur kjo nuk e ka besueshmërinë, mas pari temën e atër qytetarëve të Kosovës. Nëse pas ka qenë Kurti që ka që i rrezikshëm për Vjosën, e kjo pas ka qëndru dhe i ka shërbyer dhe ja ka caktu datën e zgjedhjeve dhe ka mbrojt për veprimet në veri, edhe ka mbrojt në secilën situatë kur Kurti ti ka vy për kryeprokurorin, ka thonë nuk duan Glauku, nuk duan Vjosa, na kalon pa kryeprokuror 5 vjet Vjosa Osmani. Edhe në fund e zgjodhen pikëshillit prokurorial kondeshten me Albulena Haxhion. Do me thoni ka shërbyn se cilën situatë e kalon Kosovën peng, Vjosa Osmani për Kurtin. Edhe tash ti qa u bo?
çka i ka dënë me thonë ti që dallon politikisht për kurtit, cili është qaj momenti që ty të ndohen për i dikujt është shumë e rëndësishme. Besëm është jashtëzakonisht e rëndësishme. Kështu që unë për Vjosa Osmanit nuk kam shpresë, jom e gëzueshme nëse ajo për një me reflekton edhe bën opozitarizëm, po dyshoj që Vjosa mundet me e vetë mohu veten edhe me janis për zeros për me ndërtu diçka, sepse rruga e Vjosës nuk është rrugë e shkurt. Po thua që ajo që ka treguar Vjosa deri më tani nuk mund të shihet aq lehtë, a? Jo, Vjosa është ngjitë në secilin hap politik. Jo me shkollë, po me lift. Ta marrë kështu një shembullin ma banal kështu. Vjosa është bo presidente pa asnjë ditë aktivizëm politik në rrugë, as në protest, as në asnjë moment nuk e di për çka Vjosa ka dalë edhe ka fol haptas, në asnjë moment çka Kosovës si rrezikon kurti. Kur? Na nuk e dim, nëse për Vjosën ka qenë okej me na lëm pa kryeprokuror 5 vjet, veç për mi shërby kurtit, edhe nëse për Vjosën ka qenë okej me shkel kushtetutën e me bo kësi veprime që janë kundër shtetit Kosovës, unë nuk e di pse ta shenka në rregull me thonë që votom një mu. Dhe në fakt kurti deri me tani, natyrë, nuk është përgjigjur në këto deklaratat e Vjosa Osmanit. Madje intervistën në fund që ka pasur e kishte në presim. Po pikërisht kjo mund të jetë një lloj strategjie si vlerësohet, por a mendoni që kurti në fushat do t'i përgjigjet Osmanit në këto deklarata që i ka dhënë? Nuk e di sa mundet me nxit Vjosa Osmani kurtin për me deklaru. Këta kurti e bën qëllimshëm, shpërfilljen e ka pas edhe ndaj PSD-s. Aje ka strategji taktik eliminimin politik, aje dënë me eliminu Vjosën sepse as qatë sa i ka shërby si ka shërby tamon, aje ka dash një personit cili për një me nuk merët fare dhe nuk vjen sy fare në politikat ndërkombëtare, as në përfaqësim, edhe tashti aje po donë komplet me shpërfill Vjosa Osmanin. Kjo të regon edhe për kurtin se kush është, sepse nuk mundemi me kalu këta pa të regu që shkurti përdor njerës, asaj nevojiten, edhe pastaj i largon që shka qenë rasti me hakja bazin liburin këta Vjosa Osmanin. Unë mendoj që grupi vetëm politik që ka dash me dalë, edhe ka dalë vullnetarisht përkundër që vetëvendosja ka fitu, ka qenë grupi i PSD-s që edhe sot jemi. A ka me shpërfill, ma mërmendja që po, sepse nuk besoj që ka mu bojë pa... Që do t'jetë strategjia rodës. Zbesoj që Vjosa ka mu bojë komplet, si me thonë, e pa përfillshme. Nëse një jeti rrezikum, dikur edhe mundet me të përmend, po nuk besoj që është unë i rrezikum. Me siguri që do të kemi edhe shumë rastet të tjera deri tek Gëzenin. Që pas në moti, kështu që falenderit. Po, e vërtet, s'ke qenë moti sot. Falenderit që ke ardhur. Falenderit.